Realizimi i buxhetit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për vitin 2025 ka arritur në 96% të planit të rishikuar, duke shënuar një përmirësim me 3% krahasuar me vitin 2024, kur niveli i zbatimit ishte 93%. Sipas të dhënave të raportit të monitorimit, shpenzimet korrente janë realizuar në masën 98%, ndërsa shpenzimet kapitale, ku futen investimet, kanë arritur në 96% nga 92% një vit më parë. Në detaje, investimet me financim të brendshëm kanë ruajtur një nivel të lartë realizimi prej 99%, ndërsa ato me financim të huaj kanë shënuar rritje të ndjeshme nga 63 në 82%. Në vlerë absolute, shpenzimet korrente kanë arritur nga rreth 7.3 miliard lekë në vitin 2024, në mbi 7.9 miliard lekë në vitin 2025. Po ashtu dhe shpenzimet kapitale me financim të brendshëm janë arritur, duke kaluar nga rreth 47.2 miliard lekë në mbi 54.1 miliard lekë. Ndërkohë, investimet me financim të huaj kanë shënuar gjithashtu rritje në vlerë, duke arritur në rreth 9.7 miliard lekë, megjithëse mbeten më të ulta krahasuar me planin e parashikuar. Ndërkaq, programi transporti rrugor vijon të mbetet një nga zërat kryesor të investimeve publike për këtë dikaster. Për vitin 2025, shpenzimet kapitale me financim të brendshëm arritën një realizim prej 99%, duke reflektuar vijimsinë e projekteve infrastrukturore në nivel kombëtar. Në të kundërt, investimet me financim të huaj kanë shënuar një realizim të dukshëm më të ulët në nivelin 55%, duke treguar vështirësinë në zbatimin e projekteve të mbështetura nga partnerë ndërkombëtar. Investimet rrugore me financim të brendshëm arritën në rreth 34.4 miliard lekë, ndërsa me financim të huaj në rreth 2.76 miliard lekë, me një total prej rreth 37.1 miliard lekësh.